Muzikën e pati pasion prej vogël, por nuk arriti ta bëj realitet deri para 2 viteve. Bëhet fjalë për Nderim Hashani, njohur me novkën artistike Luki. I ftuar në Zoom ai rrëfeu pak për fillimet e karrierës së tij. Mira me muzikë, po tash dhe punoja si konduktor i autobusit, për arsye po mi siguru të ordnat edhe të familjes për edhe të muzikës, por mos më bërë familjen tem më shumë. Më thonë e kam arrit atë qëllimin tem që shkom dosht. Më thonë pi muzikës, me dorën konduktor për mi arrit qëllimet e mia, për mos më bërë familjet, me thonë amit dopore, jam për muzikë ashtu, kështu që më mirë kom dol i kam jo vetit hapësime punu. Siç mund ta dëgjoni, historia e jetës nuk pas ka qenë as pak e lehtë për të rion. Duke ditur që muzika do investim bajagit të madh, jo të gjithë kanë fatin të kenë financat e mjaftueshme për atë gjë. Atë ma ka siguru familje, domethënë deri në projektin e 5 ose 6 ma ka siguru familje, domethënë ka mbledh babi më na therra, thoma shka janë vend e malore dhe i kam bë kongën, videoklipet e pora, këtë i kom bo me gjirime me krejt. Më thonë tordat e muzikën e porë, projektet e pora i kam pitorën dhe familjes. Po, mire dëgjuat, Nderimi ushtron profesionin e kondukterit, e për në Zoomin ndan disa komente nga më të ndryshme, që i has në përditshmëri. Njeri jam muj me gabu, pa dashjem. Kur më poshë në autobus nesër minjere, a e bashaj, a jo. Po i tash ja jam vllovi binak, të të i nguz, apo shkej të bota të këtu, dhe kur e kitë profesionin tonë. Nuk o lidhë atë profesioni, jem tash me punë tash e bëj heq. Tash ka punë, është lidhë, vish njësem tash lidhët profesion jam me punë e konduktorit, tash ka tash vish me pore. Qa të tash lidhët a edhe aja e vërteta e muzikës edhe konduktorit, po ka pas shumë reagime edhe të këqija, po edhe të mira, atë... Janë këtë punën e kondukterit, në shta këtë shtohen shumë koncepte për data, a i ki këto ambicja ta? Po, tash të nëse e kam rrisë saj punë, në thonë, tentoj me bo dhe në maksimumin te me jopë, por punën e kondukterit një për një nuk besej që më me lonë, për arsye se nuk më me gjejt vetë në të të rëkon, s'po di, në ashta më me gjejt, po një për njerë jo, piksojnë jam t'i morë qatë rogë se e marë, e investojnë në muzikë, ja gjysë në fakt, rrogën që e marrë nuk e marrë për vetë heq. Edhin se i veç që dëzej familjes më njëre, edhe i thamë që merë një shka dur të ki pore, unë e kam pore, i lot do pore për vetë, sa më në i farosti. Kjo interviste sinqert nga ana këngëtarit kosovar ka vazhduar edhe me disa detaje që publiku më parë nuk i ka ditur. Zakonisht, si çdo prind se ka qef me pa vladin mas mirë, edhe familja em ka pas çdo herë qef më po sa manal. Po nuk e kam pritë që ka pas ka shumë sukses, po ja ka vlet, se tash vlemomi ma shumë i këshyr projektet ma herë që i kom bo, edhe ma pruni imri më të po në televizor. Thatë, ju vesh më muzika, po të na për në televizione, tha da i shoha dhe nuk më merë ta zëtë i shpirin dhe pa të po ta që shjeta mas mirë ti, si çdo prind se ka qef me po e vladin e vetë. Më tutje, a i ka treguar për momentet rënqetëse, kur baba i tij e detyroi e vladin që të bëhet gati për xhirimet e para. Para, kur më thonë projektin e parë kur u kom, unë se kom ditë heq, se kom pas menim me bon për me i muzikë heq, po kur ma bon e tha, bile u kon një ditë, tash nuk e di pas sakt, u kon ditë e dillë, mos e bësh, por datën sakt nuk e di, edhe po vjen dikon kanë 4 ose 5 mramje, pi ora, më na therrat janë zakonisht në Polivalë, në ora ku janë, edhe po vjen ma bën, apo dëm me hi muzikë. I kom thonë, me qef po, më kushën e nuk i kam, du me prita një vjetë. Vesh më ka bo, po jo. Me qef po. Më ka bo u kry nesër, caktohet që ndu studio, fol me kandush, me videoklip, me krejt.
Po i kom po do më ta bëj tani si në fillim, po i kom thonë jo. Se din se disha që i kam kushtet, mami me një smuj, kena bobe, edhe pse i smut, hapet tentej ke po se jam djali vetëm në familje, do të thonë nuk kam as vëlla as motër edhe që dën me po një prindër vlodën e vet. Ai thot se ka nisur me publikime të këngëve të reja e madje përmend bashkëpunëtorët që e kanë ndihmuar në këtë drejtim. Në fakt mu më ka nimu. Shumica s'më jau pas njove, është Alen Baralio, Gzem Baralio, Adratek Aslan me videoklipe, Afrim Këlgeci, Baresha Music, dhe më thonë, këta janë konë kategoritë e para, se mu më kanë njop në shtymje shumë të madhe, dhe më thonë, kanë kanë bo projekte papare, si me muzikë, si me videoklipe, në Instagram. Hera por se e kom po kone Gzem Baralio dhe kom të ndu me shku atina. Edhe i kom shru e këzonit, i kom thonë, po dujnë një projekt, një farë me shupi, me ka bo, po hajde, kur dush. Kom shru e kom po, kur mor vesh për kushtet që i kam financare, dhe bona projektin e por, kur dikun ka tatori, ishin gjerimet e projektet e vitit ri, edhe në që shkanë qef. Dhe unë kisha qef me i, po tash nuk e disha, atin se o kom filleme, nuk disha që shkën, po më thira i zojnë të levën, ma banë edhe me i për gjerime. Shka janë tash ato, edhe se nuk disha në fillim, ta janë gjerime vitit ri, thash, me qef thash po, nuk janë tash kushtet. Kushtet a i kam thane, me kon, me gjerim, me kretë ndash edhe te isha t'i blej, vesh për më shty. Edhe kom bo projektine, po tash dikun i nëmroj 20 e dishka projekte, i nëmroj dikun janë 4-5 kong 3 tash nuk e di, dikun janë do tekste se i kom shkur edhe vet. Edhe po, shon ka bo përthype mas shumë ti, edhe shka kam një vetin shumë, se nuk disha me kojt, a me kesh, o kom i familjes, kur më ka bo derin pik të fundit, derin cet të fundit kom e jop, vesh te me bo kam mos punol as njerë. Luki thekson se ky profesion ka konkurrencë, me raste mungon edhe për kraja. Nuk kom pos as një kontakt kesh me as një këngëtor. Me cilën këngëtor të famshëm, tash me nisë me cej kitë me ren, nuk mëj. Dhe më thonë, unë ka një përkroje të vazhdushme, po ka ndodhë për aty nëse nuk unë ka një pas pak keq as vëmendje as kërgje. Dhe më thonë, e kanë bloku edhe interesimin një farë ignorance, se e kanë posë se po vjen rinja, e këngëtorën me emër më mjëro që shdush. E një fakt jo i mirë është injorimi që disa nga familjarët ja kanë bërë atij. Kom posë pe familjarëve se më kanë thonë leje muzikën nuk e për këtë punë, po tash do familjarët me nuk pënishëm, e din se ju ka ra pak edhe interesi, po kanë qef tash mi u shku, e din për me thonë, ja, këto e kam, edhe ma boni, ma beshin, hajde tash, unë apet ju shkoj, se kam problema mo, kur e menoj une se ata shamë kanë thonë muë, unë nuk jep qere, ose nëse nuk jep qere negative, shdoj me pozitivitet jam. Po, problemi më i madhe kanë të thonë për familjarëve, shumicën i pjesë, një rrëthin ku më kanë shgënyu shumë. Kom prish shumë betyne dhe mo, më kanë shgënyu në ekstrem shumë, po çdo herë, kur pe kishe familjen tonë dhe më prindet të, kur e ki në këra, e ki forcën më të madhe se kitë botë. Luki për Zoom zbulon se është në përgatitje të këngëve të reja që pritet t'i plasoj së shpejti, e deri atëherë shumë suksese për të. Kur po dali unë me ty, rahat vetjen unë penini.